Ju kam pa njerëz duke nejtë me njerëz të autoritetit në kafenej, a është e vërtet kjo? Me kënë edhe kur. Pse? Pse mos me nejtë? Po kom qu që dy mujtë dispytje. Jo, kjo është pretendim që do të më mdojnë përgjigje, çfarë policie? Kërkoj falje. A do me të kërku falje? Nëse jo është funksional, komisionit që s'merr vendime. Nuk është i stisur edhe me këpë më shëtëse po shkojnë atje, gjoj njerëz gjithë kanë mërë njerëzit por. Jo, komisioni veç janë të marrë paga edhe vinë. Për me i konfirmu të gjitha pretendimet, kam vendos me shku fizikisht të zyret e autoritetit të konkurencës me taku Selajdin Beqen. Gjatë bisedes, a i ka folur për disa prej pretendimeve që janë ngrit në këtë hulumtim. Si zakonisht, puna e parë që tentojnë me bo njerëzit që nuk dalin para kamerës është akuza që gazetari është i shitur dhe po punon për interesat të dikujt. Këtë akuzë është mundu me bo zoti Beqa edhe ndaj meje, po si zakonisht, kur sfidohen njerëzit, nuk kanë prova. Krejt që ka zoti Beqa ka mujt me më thonë, është se unë jam po duke pi kafe me njerëz të autoritetit. Kjo është krejt normale për gazetarët hulumtues, me taku burime e me marrë informacione. Unë nuk ju kallëzoj me kandal, po di që ata që i kam taku, më kanë kallëzu për 48 bizneset që në heshtje i kanë shit e i kanë blej aksionet për tregtim të rrymes, kabllor, markete e banka. Pra, ata mi kanë kallëzu mu, unë po ju kallëzoj juve shikues të nderuar. Zoti Beqen kam dash me intervistu me kamerë, po ai nuk ka pranu. Kam shku në autoritet dhe e kam taku. E do shta përshit puna, mundesh? Jam Selajdin Beqa. Vetëm Selajdin Beqa. Drejtori përgjithshëm i sekretariatit të autoritetit. E di saktë. Po e di që po më çezar. Jo, mos e di ti lashe. Mund bëje hiç pa probleme. A ulemi, bisedojmë? Një sekondë. Unë nuk përgjigjem për veprimet e komisionit. Komisioni i përgjigjen dhe janë llogaridhënës. Për punën e vet janë llogaridhënës Kuvendit të Kosovës. Kom përgjigjen mua. E qartë. Çka kam unë po përgjigj për dikën tjetër? E për përqendrimet që po merren heshtje, po na shkruan. Besoj që i merr brenda fotit ligjor kemi marrë përgjigjet në ato që i kanë ngrit. Ndonse unë kam menimin tim. Lidhur me këtë angazhimin tuaj. Po apo me angazhimin? Me angazhimin. Çfarë kuptimi? Që veç gazetaresk nuk është. Pse? Po, që so ku ju e dini që unë që pyetje, unë qka kom me botë të tërsanë? Jo që i pyetje, i ngriti pyetje, ti e gazetar. Po, qartë. Jetojmë qëtë vend. A e do më shumë se unë qëtë vend? Që pëtë e më mani? Ka rëndësi diçka? Qështë duket, a? Qa ka rëndësi që të situatë? Qa ka rëndësia? Unë po kërkoj një zyrtar publik. Unë punoj dhe marrë një pagë për cilën më ka caktu një ligj. Qaj ligj ka kalun Kuvendin e Kosovës, apo kuptan? Po merr vesh. E ju punoni me porosia. Ju kam pa njerëz duke nejtë me njerëz të autoritetit në kafenej, a është e vërtet kjo? Me kënë edhe kur. Me kënë dhe kur. Po tash. Edhe a është ndalunën me nejtë me njerëz të autoritetit zyrtar publik në kafe? Pse? Pse mos me nejtë? A jam gazetar? Qëre, ti je gazetar, kërë punën e gazetarit, po jo me porosi. Cila u porosia? Shiko, krye ti punë. Jo, kjo është pretendim që do të më mdojnë përgjigje, çfarë porosie? Edhe në momenti që dhe që je orë në këtë mënyrë kështu, pa lemru, pa kërku, numër telefoni ke. Po kom qu që dy mujtë dispytje. Ti jem përgjigj, vazhdimisht. Vazhdimisht jem përgjigj. Ti morë përgjigje. Si janë pëllota, për shta kom qu pyetje 2 herë ekstra. Edhe i morë me të pyet. Kalua fati ligjor? Po. A i shikoj? Hajde. Është me 7 maj, ke kërku, ke fillu. Qasër dokumente publike, në regull tu ka përgjigje zyrtari, nga dal, që është një sekund, pasërë zyrtari. Unë jam Valoni, zëtë, kemi komuniku me e-maila. Jam mirë, bërë. Ajo do më keni thonë që kam presion prej punëdhënësit për që temë. Unë kam rakë, është me bërë interesant. Është një akuzke, nuk është interesant. Po, sepse ku më akuzon që kam presion, po të në me ditë saktësisht plus jeni zyrtar ligjor. Ja, ati ku problemi, se s'mleshën me zona fatin ligjor. Po mirë dhe, po tash, ju jep këtë drejtë ju më thonë më akuzu për presionon? Unë e dojsha më konë korrekt një krysa më shkej, se ku mund me ta shu ditën e fundit. Ditën e 15, veç për qëta. Edhe kom pas punë tjera, e kom lënë të mija. Po dhe, po e keni kry punën e juve, nuk është që e keni bërë të zëvesh për mu. Po e di zonë, për edhe për ty e kom pasur. Jeni zyrtar ligjor edhe kur e poshat fjali, besa më merë këtë gjaj. Jo, unë mu e thumë, për gjithë dhe thumë që ashtu hisë. Jo, nuk është ashtu, se unë është e njëjtë. Jo, për mu. Se është akuz. A e dini që këm pas mas pari presion për i punëdhënësit për këtë temë? A në është se din veç punëdhënësit? Po është
Po, puna Në janë shpesh në zona fatin dëgjuesur. Jam me zakonisht, jo s'ka lidhje, po dëqysh ma keni thoni fjali cilën nuk besoj që do duhet me thonë se zyrtar ligjor. Kërkoj falje. A do me të kërku falje? Okej, kam konsiderat tjera se përse. Shikues të nderuar, pasi zyrtari ligjor më kërkon falje, unë vazhdoj me bisedu me drejtorin e përgjithshëm Selajdin Beqa. Për të, janë ngritë shumë pretendime nga dy bashkëpartiakët e tij, Shemsi Elezi dhe Gresa Latifi. Ky vendimi që po pretendon ai Shemsi Elezi për që do tash komisioni juve më opezullu. Po, këtë në rregull është i stisur edhe me KPMSHC po shkojnë atje. Gjoj njerëz gjithë kanë marrë njerëzit po kanë kohë. Ai është i suspenduar, vjen në punë. Ai nuk i kryen detyrat, nuk i kryen punë, nuk i kryen rastet, ndonë se vjen këtu. U pezullu për çat punë, pse s'punon, s'përgjigjet, nuk e një askënd këtu. Madje edhe ka me të shkruane. Ton përgjigje zyrtare që i ka 3 anëtar komisioni. Po ndërkohë s'ka marrë mbledhje, çka ka ndodhur me ç't pjesë? Për komisionin do të flas do me kuptu që ka ndodhur. Nësa jam një ori, se jam në sesi, jam një ori, se kjo është komisioni, është organ vendimar si autoritetit. Ka një 3 vendime janë të agjencisë për parandalimin e korrupsionit, që ndaj nën kryetarës ka vendosur, që ka konstatu të rastet që i kemi minimumin, një 2 a 3 janë vendosë. Kjo ka një 4-5 firma sipas evidencës, që operojnë në tregje të ndryshme, duke përfshirë edhe te kablor që i furnizojnë me produkte ku e diun çka, kanë marrëdhënie kontraktuale. Dhe sipas ligjit, ajo duhet të tërhiqet. 2 vendime janë të tërhiqme, i fundit është vendimi opinioni, ku konstaton se duhet të largohet nga pozita. Janë raste të nderve. 3 të ndryshme, 3 raste. 3 raste ka thonë janë largohu, në disa raste, por nëse bie 2-3 më shumë, tash me çato kompani ka probleme. Te rasti devollit që janë ekzistojnë dokumentacionet, është edhe inqizimi, janë edhe kamerat, cilat i ka prokuroria gjitha. Ka qenë ditën punë. Ka ardhur ditën e parë, kur kena hapet tim ndaj Devolli Corporation, ka thonë kam konflikt interesi, s'muj me marrë pjesë, veç ka i ndem sallës edhe ka këthim rapa nën kryetarja. Ndonë se në gjykatë ka shku, ka thonë unë s'kam qenë fare ditë në punë, proces verbali është, ku i thotë kryetarja, okej, konsideron që ki konflikt interesi, ti e di ligjin, dush mu largu. Po largu, ja? Po ka dalë, ditë nuk ka votu, po nesërmen ka marrë pjesë, sepse mas orës 4, përfaqësuesi i kompanisë Devolli Corporation ka ardhur këtu, është eklatant se si zyrtar të ndryshëm të institucionit e presin. Ne keni identifikuar zyrtarën? I kem lajmëruar policin, nuk e di ma andej, nuk përzinan çështë të policisë. Po, konflikti çysh ka ndodhur saktësisht? Sa ai ka rrëfimin kënse një email ta ka dërguar disa ka qenë një diskutim emaila kryesore që kanë ndikuar që jo pastaj si ka dalë jashtë e keni sulmu rrëfimi ti, po të kallëzoj se sunës. Është rrëfimi ti. A lëm një herë tjetër? Po, lëm një herë tjetër se apo duhet mi ndonjë ngjarje. Gresa që ajo thotë që ka marrë një kërcënim me vrasje prej anës tuaj. Ja keni çu fjalë me plom, përdor fjalë tilla. Jo, për herë të parë dëgjoj çta, dorën zemër. Ajo pretendon tash. Po, ajo ka pretenduar. Më është më interesu edhe në policia të shënim zyrtar. Unë nuk kam kërcënuar ndonjëherë në kënd. Po e ke marrë si më ose denoncimsh. Asa ta, po jam përgjigj polici, po kam shënim zyrtar, ka pas edhe 100 pretendime tjera. Ajo tash është me grupun e tyre. Tash është me Shemsiu dhe me Kaltrinën. Po veç po më intereson me kuptuan e qartë, domethënë funksionimi i komisionit. Pse më keni thonë përgjigje i ka 3 anëtar komisioni aktualisht, se kam përgjigje zyrtare. Përbes, veç do të me pas përgjigjen për para. Kam përgjigjen. Ma jep lutem. Kam përgjigjen, sepse për mu kanë ndërkohë, nëse është funksional, komisioni pse s'merr vendime. Nuk është çështje se është funksional, sa ato janë 3, po ekip penalizuar me vendim të APK-s, për cilën është denoncuar në prokurori, në kuvend, në qeveri. Ta shpresëm organin punëdhënësi vet. Ai që e ka eminuar mu deklaru për te, apo vazhdon me te, nëse ne një shkres na vjen prej kuvendit, sigurisht që komisioni, do kryetarja komisioni vazhdojnë me punën normale. Çe përgjigje e fortë? Përbët nga 3 anëtarë në detyrë, ndërsa 2 pozita janë vakante dhe janë në proces të trajtimit nga institucioni për emërim në përputhje me legjislacionin fuqishëm fiks. Sa atë duhet kuvendi me marrë në këtë rast. Vendimmarrje, nëse s'ka atëra, do ta jam me vazhdu punën. A nuk e di jo në këtë punë.
Do të me ditë, kuvendi do të me ditë këtë punë. Po, se tash ndërkohë, një përgjigje tjetër, ju më keni thonë që janë marrë 48 përqendrime sipas nenit për heshtje atje, që i bjen që janë marrë vendime në mungesë të komisionit. Komisioni ndërkohë më keni thonë që janë me 3 antarë. Apo kupton, që kjo është për mu me rëndësi me kuptu. Po funksionon komisioni, ja është out me këtë punë, komisioni. Jo, komisioni veç janë të marrë paga edhe vinë. Kjo vinë është kur t'ju bje koha ose kur kanë kohë. Marrë me bo nëj insinuant, nëj stisje, nëj organizim, nëj puq, nëj kështu se nuk punon. Përveç kryetarës që i bënd do takimi, që mund është me shku tash e kanë mbyll derën. Se e vrejta, tash e kanë mbyll derën. Ne, si sekretariat, ne jemi duke i trajtuar sipas ligjit rastet. Vinë, është afati ligjor, shikota është landa komplet, dosja il shot vërtetim palës se landa është komplet. Kompanitë e mdoja, si me onë po kalojnë pa kur farë hetimi në Kosovë, që gati 2 vjetë, mbledhje s'ka komisioni. As një hetim për na i rast ma zbohat, se s'ka komision. Fiks po bon 1 vjet, jo 2 vjet. Që është? Të kanë gënyrë. Në mënë që 1 vjet i bjen, që nuk o hetu as një biznes, as një përqendrim i madhë. Sekretariati me nenin 29 është të e kry monitorimin, shërtimin... Monitorim, po, hetim ju, se hetimi e autorizani pa me... Ja, nuk mënët, hetim. E që do me bo për qëtë vendimin e fundit? Nuk e di, nuk do të flasë, jam në kontakt me organet e ETUESIS, kam ju dollë duqat, Qemselezit, e Kaltrina Seles edhe të gjithë të tjerë. Ka dalë merë. A me të pritë që m'jep intervistën, se unë jam të përgatit një fa reportajë, kështu që është me rëndësi me dalë. Përgatite, unë jam të prit me dalë reportajit, tani mas reportajit kena me fu.